forma e tokës dhe rrjeti gjeografik. Cila është forma që ka toka? Në antikitet, Homeri në shekullin paralelson paraqit një hartë të tillë, ku e paraqiti tokën si një disk I rrafshëm, ku deri mes dhe ishte qendra e botës. Pra bota ishte hapësira rreth deri mes dhe ishte një disk I rrafshëm. Kurse Pitagora në shekullin e 5 para Erson ishte I pari që tha toka është sferike. Këtë vërtetim e bëri më vonë Aristoteli në shekullin e 4 dhe tha trupat qellore janë sferike. Eratosteni, që njeh babai I gjeografisë në shekullin e 3 para Erson, përcaktoi gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike se si mund të na ndihmojnë për përcaktuar vendodhjen e një territori. Dhe çuditërisht që atëherë tregoi që perimetri I tokës ishte 41 kilometër. Ptolemeu në shekullin e 2 para Erson në mënyrë praktike vërtetoi që kia tokës në eklipsin e anës së rrethore s'ka se si toka të mos jetë e rrumbullake. Ylli polar ndryshon lartësi drejt jugut, pra nëse zhvendosemi në hemisferën veriore nga veriu drejt jugut, shikojmë që ylli polar ndryshon lartësinë e tij. Dhe kjo është veçori kur ne jemi në një trup që është sferik. Gjithashtu planetet e tjerë janë sferik. Toka s'ka se bëjë përjashtime. Tjetër, dielli në mëngjes ndryshon fillimisht majë dhe objektet të larta. Pra pemë të larta, objektet të larta, dhe më pas ndryqon të gjithë sipërfaqen në gjendjen. Kështu që kjo do të thotë që është veçori e trupave të cilët janë sferik. Vazhdojmë me vërtetimet e tjera. I pari që vërtetoi që toka është e rrumbullakër, duke bërë një rrotullim, një udhëtim rrotull të tokës, ishte Ferdinand Magellani në vitin 1519. Ai vërtetoi që oqeanet lidhen me njëri tjetrin dhe toka është e rrumbullakër. Kurse në ditët e sotme, pamjet satelitore na japin formën e rrumbullakësisë së tokës. Dhe masin gjithashtu që sipërfaqja e saj është 510 milion kilometrë katror. Por sot shkencëtarët çfarë forme përcaktojnë tokën? Është ajo rrumbullakër, është elipsoid apo në formë tjetër? Në të vërtetë nuk ka një formë tërësisht gjeometrike të tokës. Shkencëtarët kanë menduar që forma më e praktike e tokës është elipsoid. Më falni, është geoidi. Geoidi është trup që formohet nga zgjatja imagjinare e sipërfaqes së qetë të oqeaneve nën kontinente. Nën kontinente. Shikojmë pak formën e tokës. Geoidi është në polin e periut 10 metër më shumë se sa elipsoidi, kurse në polin e jugut është minus 30 metrë, pra më pak. Pra ka një formë e darkës, ku ka një shtypje polare, që ajo tregohet më shumë në polin e jugut, kurse polin e periut e kemi 10 metër plus. Shikojmë forma e tokës, pra është formë rrethore. Shtypja polare e tokës që lidhet me elipsoidin, rrezja e tokës është 6371 km, pra rrezja mesatare e tokës. Në ekuator ne kemi një shtypje pozitive, do të thotë që kemi zgjerim, dhe nuk është 6371, por është 6378 km. Kurse në polin e veriut kemi 6357 km, do të thotë që tregohet një shtypje e madhe në polin. Cila është rëndësia e formës dhe më pas e masës e tokës? Forma e tokës ka rëndësi ndryshon këndyrën së rrezikut të diellit, krijohen zonat e nxehtësisë, që do shikojmë në një slide më vonë. Pra ndryshon këndyrën së rrezikut të diellit për shkak të formës sferike të saj dhe krijohen zonat e nxehtësisë. Nëse toka do ishte e sheshtë, atëherë këndyrën do ishte një lloj në sipërfaqe dhe nuk do kishim zona nxehtësie, por një temperaturë në të gjithë hapësirën.
Kurse rëndësia e përmasave të tokës lidhet me forcën e gravitetit. Siguron pranimin e atmosferës, siguron mbajtjen rreth vetes të hënës. Përse planetet e jashtëm kanë më shumë satelit? Kjo lidhet me forcën e gravitetit, sepse kanë përmasën më të mëdha që kanë forcë graviteti më të madhe, e cila lidhet edhe me shpejtësinë rrotulluese rreth vetes, e cila mund të mbajtjen rreth vetes të satelitëve. Pra, forca më e madhe e gravitetit bën të mundur mbajtja rreth vetes të më shumë satelitëve. Shikoj pak brezat e nxehtësisë të krijuara. Brezi i nxehtë, ku janë të dy anët e ekuatorit, brezi mesatar dhe brezi i ftohtë. Pra kemi një brez të nxehtë, dy breza mesatar dhe dy breza të ftohtë. Rrethja polare e tokës është 6357 km, rrethja ekuatoriale 6378. Perimetri në ekuator 40.000 km, perimetri në meridian 40.000 km, sipërfaqja 510 milion km². Gjatësia e orbitës që përshkon toka 940 milion km, largësia nga dielli 150 milion km. Rrjeti gjeografik. Çfarë është rrjeti gjeografik? Fillimisht do shikojmë që një njeri ka gjatësinë e tij të trupit dhe gjerësinë e tij të trupit. Pra gjatësia dhe gjerësia. E njëjta gjë ndodh në tokën, gjatësia si edhe gjerësia. Pra ne tashmë po marrim gjatësinë gjeografike dhe gjerësinë gjeografike. Lidhur me gjerësinë gjeografike, do marrim një paralel që është paraleli fillestar, që quhet ekuatori, ose ndryshe 0 gradë. Kurse lidhur me gjatësinë gjeografike, marrim meridianin fillestar, që është meridiani i Greenwichit, 0 gradë, si dhe antimeridianin i Greenwichit, që është 180 gradë. Çfarë quajmë gjerësi gjeografike? Gjerësi gjeografike është largësia e një pike të dhënë e shprehur në gradë nga ekuatori. Në drejtim të poleve quhet gjerësi gjeografike. Kurse largësia e një pike të dhënë e shprehur në gradë nga meridiani fillestar, pra nga meridiani i Greenwichit, në drejtim të lindjes ose perëndimit quhet gjatësi gjeografike. Ti shohim konkretisht pra në aspektin praktik këto veçori. Pra gjerësia gjeografike është largësia e një pike të dhënë në gradë nga ekuatori, kurse gjatësia gjeografike është largësia e një pike të dhënë nga meridiani i Greenwichit ose antimeridiani i Greenwichit. Zakonisht merret meridiani i Greenwichit. Pra largësia e një pike nga ekuatori është gjërësi gjeografike, kurse largësia e një pike drejt lindjes dhe perëndimit në këtë rast është gjatësi gjeografike. Gjërësia gjeografike matet drejt veriut ose drejt jugut. Dhe nëse flasim, themi gjërësi gjeografike veriore, gjërësi gjeografike jugore, kurse gjatësia gjeografike drejt lindjes ose perëndimit. Dhe themi gjatësi gjeografike lindore dhe gjatësi gjeografike perëndimore. Gjërësia gjeografike plus gjatësi gjeografike, pra paralelët plus meridianët, përbëjnë rrjetin gjeografik. Pra paralelët, të cilët janë horizontalisht largësia e tyre nga ekuatori, na tregojnë plus gjatësinë gjeografike nga meridiani i Greenwichit, na tregojnë rrjetin gjeografik. Rrjeti gjeografik na ndihmon për të ditur largësi. Nga një vend tjetër dhe marrim si bazë ekuatorin dhe meridianin e Greenwichit. Kurse rrjeti kartografik e kemi më poshtë është rrjeti gjeografik, pra meridian plus paralel, plus kontinentet, plus oqeanet. Pra ndryshimi disa rrjeti gjeografik dhe kartografike, se rrjeti gjeografik ka vetëm paralelet dhe meridianët, pra siç jemi këtu, kurse rrjeti kartografik e ka rrjetin gjeografik, por ka edhe kontinentet dhe oqeanet. Pra është ardhur në tërësinë e tij.
Shikojmë se si matet gjerësi geografike dhe gjatësi geografike. Kujdes këtu. Fillojmë edhe masim gjerësin geografike të një pike. Kjo pika është kjo pika këtu në cilën kemi kursore. Atëherë, thamë që gjerësia geografike matet nga ekuatori në drejtim veriut, apo jug. Kurse gjatësia geografike një pike matet largësia nga meridiani i Greenwichit drejt lidhjes apo drejt perëndimit. Edhe një herë, gjerësia geografike është largësia në grad nga ekuatori. Gjatësia geografike është largësia në grad, ose kandi i krijuar në grad nga meridiani i Greenwichit. Masim fillimisht gjerësinë geografike, do thotë largësia në grad nga ekuatori. I kësaj pike këtu. Atëherë, si do ta krijojmë këtë grad? Atëherë, qendra e tokës, meridiani, paraleli fillestar që është paraleli i ekuatorit, pra bashkojmë ekuatorin, qendrën e tokës me pikën e krijuar. Na formojmë një këmbë, i cili është 55 gradë. Më në veri është 80 apo 90, kurse në ekuator është 0 gradë. Pse? Ekuator, qendra e tokës, ekuator 0 gradë. Ekuator, qendra e tokës, dhe një pikë e tillë është x gradë. Sa më shumë shkojmë drejt veriut është më e madhe dhe sa më shumë shkojmë drejt ekuatorit është më e vogël. Por, cili është ndryshimi midis hemisferës veriore dhe jugore? Atëherë ne do themi që jemi 55 gradë gjerësi geografike veriore dhe 55 apo 60 gradë gjerësi geografike jugore. Masim tani gjatësinë geografike. Thamë që meridiani kryesor është meridiani i Greenwichit. Përsëri në njëjtën rrugë. Meridiani i Greenwichit, qendra e tokës dhe largësia një pike e caktuar. Atëherë, në këtë rast marrim që është 80 gradë gjatësi geografike lindore. Nëse do jetë në anën tjetër, pra në perëndim të Greenwichit do jetë gjatësi geografike perëndimore. Bëjmë disa ushtrime. Vija ndërmjet datës është 180 gradë që me prafërsi. Pra vija kundror data kalon në oqeanin paqësor dhe në prafërsi është pranë 180 gradë. Shikojmë edhe një herë rrjetin gjeografik ku kemi ekuatori, meridiani i Greenwichit. Atëherë vlerat së masim të gjatësive 10 gradë në lindje, 20 gradë të gjatësive, 20 gradë në lindje, kurse të gjerësive, atëherë 10 gradë në veri, 20 gradë në veri, 30 gradë në veri, apo 10 gradë gjerësi geografike jugore, 20 gradë gjerësi geografike jugore, 30 gradë gjerësi geografike jugore, 20 gradë gjerësi geografike jugore. Gjerësi geografike përsëri, 10 gradë gjerësi geografike veriore, 20 gradë gjerësi geografike veriore, 80 gradë gjerësi geografike veriore. Kurse lidhëm me gjatësinë, do masim largësinë nga Greenwichit, 10 gradë gjatësi geografike lindore, 50 gradë gjatësi geografike perëndimore. Bëjmë ushtrime konkrete. Marrim pikën A, do t'jem koordinatat e saj. Koordinata do kemi edhe gjerësinë, edhe gjatësinë. Fillimisht gjithmonë do themi gjerësinë geografike. Atëherë pika A ka si gjerësi geografike largësinë nga ekuatori. Atëherë pika A është 40 gradë gjerësi geografike veriore dhe kurse për gjatësinë do shikojmë largësinë nga meridiani i Greenwichit dhe 20 gradë larg nga Greenwichit gjatësinë geografike lindore. Pra pika A ka 40 gradë gjerësi geografike veriore dhe pika A ka 20 gradë gjatësi geografike lindore. Pika A edhe njëherë ka 40 gradë gjerësi geografike veriore dhe pika A ka 20 gradë gjatësi geografike lindore. Marrim pikën B. Pika B ka 50 gradë gjerësi geografike veriore dhe
60 gradë gjatësi gjeografike perëndimore. Marrim pikën C. Pika C ka gjithmonë fillimisht themi largësinë nga ekuatori, pra gjerësinë gjeografike. Pika C ka 50 gradë gjerësi gjeografike jugore dhe 10 gradë larg nga meridiani Greenwichit, pra 10 gradë gjatësi gjeografike perëndimore. Marrim pikën D. 20 gradë gjerësi gjeografike jugore dhe 70 gradë, pra larg meridiani Greenwichit, 70 gradë gjatësi gjeografike lindore. Kështu ne mund bëjmë ushtrime pika të tjera. Mund bëjmë pikën A se sa larg ekuatorit dhe larg meridiani Greenwichit është. Po pikën B, gjithmonë themi gjerësinë, pastaj gjatësinë. Po pikën C, bëjmë bashkërisht pikën D. Pika D është 60 gradë gjerësi gjeografike veriore dhe 30 gradë gjatësi gjeografike lindore. Pra, gjerësia gjeografike është në jug dhe në veri, kurse gjatësia gjeografike është në lindje dhe në perëndim.